14 janari i vitit 1990, protesta e pare e shkodranëve antikomuniste që pas lëvizjes së postrivës është harruar nga gjitha instancat. Të vetmit që kanë kujtuar përmes një kafe janë organizatorët të cilët para 27 vitesh tentuan rrëzimin e bustit të Stalinit në vendin ku sot ndodhet statura Luiç Gurakuçit. Busti i Stalinit nuk u rrëzua sepse u mor vesh se kishte urdhër të qellohej me snajper. Ka kenë 1.056 snajpera ka pas në përpozicione. Edhe kja është kajt fakt. Kishte një urdhër për qellu. S'ba, fjalë si po. U menote sepse po hellët busti i Stalinit. Populli guxej këtu, arritën më në fund me çu ky me guxu. Se vetëm me guxu ka kanë shumë e vështirë. Dikush jo pa kanë hellë se kanë hellë, vetëm ideja për me dalë me hell bustin e Stalinit, domethënë ishte me hell diktaturën. As buka that nuk ekzistonte në këtë vend. Dhe kështu që dikush do ta marrë iniciativën për mërzu bishën e egër komuniste. 14 janari gjithmonë edhe pasi se 7 vjeç, i njëjti qëllim, i njëjta dëshirë për lirinë, e cila edhe sot në vende aty ku mungon, aty ku pretendohet, duhet të referojnë të 14 janari. Situata ishte shumë vështirë, snajperat për ishin midovizëm, në ka dytë posta të Markdeda, në ngritore Deks, balkoni ishte plot me sigurim, makinat thanë sigurimi shtetit në Shkodër, Sampista, kuptën, 3 herë kena bërë thirrje popullit. Zhgënjimi pas 27 vitesh tek organizatorët e 14 janarit është i madh. Zhgënjim të dalë, kanë 50 vjet komunizëm, tash u bën 25-6 vjet sa u bënën, i thoi neokomunizëm. Unë jam i zhgënjym 100%. Sa që i tham, qa mu desh që i dola, për me hangër të pak të një shput, se s'kam pas nevojë. Për i ta ditë jo. Bëjmë një luftë egër politike, e cila përpasoj ose tenton për ta shmangë në një drejtim nga njëri krah tjetër politik në ngjarjen, ose tenton për ta përfituar ngjarjen nga njëri krah tjetër politik. Të gjithë elementet e tjerë që ata i kanë marrë në kam deri më sot, sigurisht i harrohen. Në partitë demokratike mund të ikush do. O kanë këmë do të asën tjetër. Që është gjenjimi dhe sa njef kërkush, ata një ofin sigurimin e shtetit, i kanë vetë, i to spiri, i to komuniste, në sa njef kush. Rreth 3.000 qytetarë të Shkodrës, ndonë se jo krejt në afërsitë bustit Stalinit, dolën duke protestuar kundër sistemit komunist, proteste cila përfundoi me shumë arrestime e dhunë, aq sa një prej tyre, Rin Monajka, humbi edhe jetën.